Në një fjali të vetme, situatën aktuale, unë e përshkruaj kështu. Të gjitha subjekteve politike ju përshtatet aktualisht sot status quo-ja. Status quo-ja në gjuhën popullore është burra rrim, presim. Të gjitha subjekteve politike në këtë rast ju përshtatet status quo-ja. Edhe sikur mos ju përshtatet status quo-ja, palët që pretendojnë që janë të dëmtuara nga ky proces, që janë partitë opozitare, PDK dhe LDK që kanë më shumë deputet, do i drejtoheshin gjykatës kushtetuese me një kërkesë thjesht. Tash një drejtim, një kërkesë drejtuar gjykatës kushtetuese do i jepte drejtim procesit. Nuk vlen ai argumenti që thonë partitë opozitare se kjo është ajo që ka don Kurti, sepse kjo do të na çonte gjallë dita ndaj këndej. Situata është problematike që nuk kupton, kemi një supozim të një shkelje të afatit kushtetues, për kushtetim të kuvendit. Për kushtetim të kuvendit, që ne kupton që gjykata nuk e trajton këtë çështje tash burra presim edhe gjallë ditë tjera. Domthonë, sepse gjërat janë pak a shumë qarta dhe nuk ka nevojë aty shumë me mendu. Për ju, si edhe jurist, natyrisht, në leximin tonë profesional, që shihet situata? Sigurisht më kishte pyet para një jave, unë të kisha thonë afati kushtetues është 30 ditë për ditës konstituimit, për ditës certifikimit rezultateve. Nuk duhet shumë. Nuk duhet shumë. Por ka lypin gjykatë kushtetuese. Çka të shkojnë? Gabim je. Sepse por sot nuk të them ashtu. Pse? Pse sot nuk të them ashtu? Sepse me faktin që partitë opozitare nuk shkojnë te gjykata kushtetuese me kërkesën, dhe kërkesa është që të plotësohet vakumi ligjor. Sepse gjykata kushtetuese fatkeqësisht në Republikën e Kosovës, në traditën e vet, më tepër ka kriju probleme sepse ka zgjidh. Problemin e parë ka kriju 2011 me vendimin për Pacollin, pastaj në vitin 2014 me vendimin për kryetarin e kuvendit, edhe problemi tjetër që ka kriju është vitin e kaluar, kur edhe pse ka pas raste disa herë, nuk e ka qartësu vet çka ndodh nëse nuk respektohet afati 30 ditor. Është absurd, nonsens juridik, që ti ta vendosësh një afat edhe të mos tregosh se çka ndodh pas 30 dite. Sankcion nuk ka. Nuk është puna e sankcionit. Duhet të tregoj çka ndodh, se nuk ka mundësi me dhënë sankcion në këtë rast. Kushtetuta jonë është e qartë. Thuhet, nëse presidenti nuk zgjidhet në raundin e tretë, domethënë kemi një bllokim, vendi shkon në zgjedhje. Tash, ti thua që kuvendi duhet konstituohet me në 30 dite, çka ndodh pas 30? Nuk është të thënë sankcion, se s'ka nevojë për sankcion, nuk është. Diçka duhet me ndodh. Tregon rrugën. Rrugën çka me hes, në momentin kur ti nuk jep rrugë. Problemi, nuk jep rrugë. Gjykata kushtetuese, ky rang kushtetuese është problem mensia, është problem një zor tjetër që mund ta ketë. Dëgjoj ta kemi qartë. Farzori mund të jenë se para komuniteti politikanëve. Para këtij akt gjykimi të vitit 2025, ne kemi pas atë interpretimin që e ka lënë Enver Hasani, që 30 ditë duhet me fillu seanca, edhe pastaj seanca mund me vazhdu 6 muaj. Ky ka qenë interpretimi me cilin partitë politike kanë vepruar. Don 30 ditë me fillu seanca. Pastaj del akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili thotë jo 30 ditë me fillu seanca, po thotë 30 ditë prej certifikimi duhet më konstituu kuvendi. Por nuk na tregon çka ndodh nëse nuk konstituohet kuvendi. Edhe tash ka pas rast një 3 herë, unë kam shikuar ato gjykimet që i kanë nxjerrë vitin e kaluar në gjykata kushtetuese, me tregu çka ndodh. Edhe nuk e ka tregu. Kjo ka qenë një papërgjithshmëri, sepse ka kriju vakum ligjor. Në momentin kur ka vakum ligjor, nuk ka hapësirë aty me thonë për moralizma. Kjo kështu. Si është e mundur të shihet gjykata kushtetuese si problemi kur problemi realisht në sipërfaqe janë politik bërësit. Po, je dakord besoj me këtë. Politik bërësit, ata që kërkuan votën. Politik bërësit janë situatën që të mos e konstituojnë tempullin e demokracisë. Politik bërësit veprojnë brenda normave juridike që janë në tavolinë. Edhe për ju është hapësh me ta shohë në situatë të tillë, Rexhaj. Ta sqarojmë, t'ja sqarojmë shikuesve. Po të lutem thon. T'ja sqarojmë shikuesve më radh. Normat juridike i drejtojnë politikanët si të veprojnë.
edhe kudo në botë, politikanët shfrytëzojnë zbrastirat ligjore. Kudo në botë. Tash, edhe fakti që të gjitha partit janë komode në këtë zbrasti ligjore, dhe mua më qënë të konkludoj se këtyre ju intereson status quo-ja. Albin Kurti dhe vetëvendosjes i intereson status quo-ja sepse thot nëse unë lëvizi, këta më blokojnë të zgjedhja presidentit nuk më vinë në sens. Nëse këta nuk më vinë në sens, unë nuk dua të lëvizi. Nëse gjykata kushtetuese nuk i detyron ata me arë në sens, nuk mundet me më detyru as mu me lëviz. Vlen parimi njëjtë. Partia Demokratike e Kosovës, në mendimin tim, ka interes me prit që ka ndodhur në muajin shtator. Është legjitime. Kjo, por mos më thuj, po do të më na quaj Albin Kurti në zgjedhje. Sepse Vjolla Çitaku e ka thonë shumë qartë, ne nuk marrim pjesë sensën konstituive, sepse kjo ja jep Albin Kurtit dhe 4 vite të tjera. Thonë ju intereson status quo. Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk i ngutët, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës ka betejë të mbrëmshme. Edhe tash, nëse ky proces merr zgjidhje, dikush në LDK hup. Edhe ata nuk janë në një situatë që nuk duan ta provokojnë më tepër luftën e mbrëmshme. Aleanca me 67 deputeta sa i ka, nuk është faktor, domethënë, në këtë, as nuk zgjidh punë, as nuk prish punë. Ato kanë qëndrimin e vet, por janë 2 parti tjera që munden mi dhon drejtim. Kështu që gjithë këtyre po ju konvenon status quo-ja. Duket pak e habishme i shohin deklaratat e opozitës që quan grushtet, këto që po bën vetëvendosja. Çka po bën ata? Rënim kushtetues. Mirë, grushtet më çun, ata nuk janë analista. Nuk janë analista ata, nuk janë filozofa. Çka mon përparim gruda, ai tjetri, në fakt domon konferencë për shtyp, sa ata janë lojtarët kryesorë, ai është njeriu më i votuar mas kryetarit të partisë. Pse mon konferenca për shtyp? I duket vetja ti Ridvan Berisha, moderator, star televiziv, dalën aty je përfaqësues politik, deputet i zgjedhur, e ki dhënë betimin vepro. S'kan përvojë. Nuk ka marrë shkelje kushtetutën në këtë rast, nëse ti shkelja kushtetutës nën kupton kur ti zotni ki një provizion të qartë, i cili ty ta jep një sankcion, edhe shkelja në këtë rast problematike është nëse ki bo veprimin edhe refuzon sankcione. Për shembull, atëherë është grushtet. Sepse kushtetuta thot 30 ditë, gjykata kushtetuese, se kushtetuta s'merret me këtë muhabet. 30 ditë mas me konstitu, ose ndodh kjo. Ti thu, unë se konstituoj, po se pranoj as këtë. Kjo grushtet. Cila mesazhe që po çojnë të votuesi me këtë? Unë mendoj që votuesi në Kosovë nuk po i lën përshtypje më. Është normalizuar, thonë. Është normalizuar kjo si gjë, nuk po i lën përshtypje. Unë më tregoj që në këtë situatë ajo që quhet rrit deprimimin, the adult in the room, i vetmi person i pjekur, i rritur në këtë mes është votuesi, në kuptimin që s'po merret me ta fare. Kjo është e mira kësaj situate, sepse nëse ky polarizim mes partive politike do zbriste të qytetarët, do kishim problem. Do ishte një problem shumë i madh në këtë shoqëri, sepse mund të çonte luftë civile, mund të çonte në përplasje. Pse thu luftë civile? Po në rregull, sepse polarizimet, luftat civile kështu nisin në burr. Kur polarizimet nga partitë politike kalojnë te qytetarët, dhe qytetarët, domethënë merren me njëri tjetrin në emër të politikës përditshme. Kjo nuk po ndodh. Domethënë qytetarët thjesht janë indiferent dhe është gjë e mirë kjo. Domethënë është shaj që populli i Kosovës e ka kuptuar që nuk duhet të marrë shumë seriozisht këtë muhabet. Mendoj që është një vlerë e kësaj. Apo tregohet Kurtit tamaçar me opozitën në këtë proces. Ende nuk e dim se çfarë kanë biseduar Rexhaj në ato 2-3 takimet me Abdigjikun, por vetëm gjë që e dim është oferta për kryetarin e kuvendit, që LDK-ja e ka refuzuar, ka thënë dojmë presidentin. Të tjerat pastaj janë spekulime, 4 ministria, zavens kryeministrin e tjera, unë pak a shumë mendoj që aty po sillet. Por nuk është tamaçar në këtë pikë, sepse unë mendoj që unë madje në këtë pikë mendoj që Albin Kurti nuk duhet të më shupa. Nëse shon pa, në mendimin tim është autogol, edhe le ta lën këtë muhabet sot. Domethënë mos merret më me politikë nëse lëshon pa këtë çështje. Sepse ai ka bërë një ofertë që ka thënë ta gjejmë një president jo politik. A e ka menu, a se ka menu, a është i sinqert, a s'është i sinqert, se di, po unë
do e mbaja për fjale, sikur të isha opozita, do e mbaja për fjale, një president jo politik, në kuptimin që qëndron jashtë domenit të partive politike, dhe kjo do duhet bëj normë, këtë shoqënisë. Ne nuk mund të kalojmë Ridvan çdo 5 vjet nëpër një gjë. Po e thotë edhe thuhet në kushtetutë që presidenti në kuadër mandatit i tij duhet të përfaqësojë unitetin. Edhe nëse zgjedhja aty buron nganjëherë është rezultati i një kompromisi, një dialogu. Edhe kështu që partitë I politike, atyre votave që i përmendën. Partitë politike do duhet i thonin Albin Kurti shumë mirë, e the, okay, të mbajmë për fjalë, ta gjejmë, le të ulemi, ta gjejmë një president, bëjnë normë kjo, domethënë të bëjmë. Tema presidenti po bllokon kuvendin. Jo, për tema presidenti po i bllokon jo kuvendin, po e bllokon shtetin. Domethënë dhe ne nuk mundemi çdo 5 vjet ta kalojmë nëpër këtë krizë. Nëse bëhet ky precedent aktual, domethënë ne çdo 5 vjet do jemi në të njëjtën situatë, ku shteti do të shemët, bllokohet, sepse ti nuk do mundesh me zgjidhë presidentin. Do duhet të bëjë normë.